të flasim për noterët në këtë pjesë të dytë më të në informacion, si pas ligjit, ata duhet të jenë garant dhe të mos lejojnë pastrimin e parave përmes kontratave notariale. Por sa zbatohet ky ligj nga ana e noterëve? A ka noterë të cilët janë të përfshirë në skema mashtrimi apo pastrimi parash? A ka legjislacioni shqiptar hapësira të qëllimshme për të lënë vend për abuzime, po sa i takon ligjit antimafia, sa rezultativ ka qenë ai? Bëra një përmbledhje të asaj se çka do të diskutojmë ne në studio. Me mua është bashkuar avokati Roland Islami, faleminderit që jeve këtu. Avokat Nduaj Pjetra, faleminderit që je këtu, dhe avokati Baftia Rusi, faleminderit që jeni këtu. Një pyetje për të tre ju, është e vërtet që ka noterë të cilët janë pjesë e pastrimit të parave, veçanërisht në sektorin e ndërtimit, ose noterë që abuzojnë me ligjin dhe marrë këtu për paranteze, dhe në deklarat Ministri Drejtësisë të para disa ditëve Toni Gogu, i cili tha që do të bëhen publik emrat e noterëve që kanë abuzuar me ligjin. Po e fillojmë me që se kam deklaruar njërë, edhe për të televizion, kam deklaruar dhe disa raste tjera, që mendoj që noterët në Republikën e Shqipërisë, përveç se janë pjesë e pastrimit produktit, shumë raste e lejojnë pastrimin e produktit, shumica e noterëve madje janë edhe të paregjistruar dhe nuk raportojnë Agjencinë e Mbikëqyrjes Financiare. Si janë të paregjistruar, po nuk e kanë detyrim ligjor? Nuk e kanë detyrim ligjor, por janë shumë gjoba. Unë po shikoja sa ka vendos gjoba dhe janë rreth mbi 30 gjoba të Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, madje shumica e tyre janë pa ekzekutuara për mos deklarim të kontratave në vlerën mbi 1 milion lekë pranë kësaj agjencisë që kanë detyrim noterët për të deklaruar. Por ajo çka është më e rëndësishme që është për të thënë, mendoj që shumica e noterëve në vetvete për te i pastrimit produktit kanë kaluar të bëjnë edhe grupe të strukturuara, pjesët grupeve të strukturuara të tyre, shumë disa noterë që kanë lidhje mendoj, që duke qenë pjesë e këtyre grupeve strukturuara ato e orientojnë dhe e drejtojnë pastrimin e produktit. Pra e bëjnë vetë. Pra përveç se e lejojnë pastrimin e produktit një rastin për duke mos kallëzuar krimin, në shumë raste noterët kanë filluar që të përfitojnë dhe të bëjnë pjesë e pastrimit të produktit, për të jenë ato vetë. Dhe kur bëjnë ato vetë, kjo pastaj ndërvepron edhe me disa vepra tjera penale që ka bëjnë me shpërdërimin e detyrës, me falsifikimin e dokumentave nga vetë noteri ose duke e lejuar falsifikimin nga të tretit përpara noterit, duke lejuar tjetërsimin dhe regjistrimin e pronave të cilët janë të paregjistruara pranë zyrave të ASHK-ve. Dhe në këto raste mendoj që noterët janë gati të kontrolluar në mënyrë selektive nga Ministria e Drejtësisë. Pra disa kontrollojnë, disa të tjerë jo? Ministria e Drejtësisë më shumë se sa një organ ligjzbatues ose një garant për ushtrimin e kësaj veprimtarie publike në Shqipërisë, është kthyer ditë pas dite, vit pas viti në një promotor i lejimit të këtyre shkeljeve. Si për subjektet saktuara, mendoj që edhe intereson politikave të drejtësisë në Shqipëri që të lejoj disa shkelje nga noterët. E thënë ndryshe, unë jam prirë për ta thënë dhe për ta pa që çdo lloj paligjshmërie në Republikën e Shqipërisë faktikisht e gjen nga një noter mbrapa. Pra nëse kemi të bëjmë me një paligjshmëri, diku do hasim një kontratë notariale e falsifikuar, diku do hasim në një dëshmi trashëgimie të falsifikuar, diku do hasim në një shpërdorim detyre nga noteri tek verifikimi i titullit pronësisë kur ka bërë kalimin e pronësisë. Pra në shumicën e rasteve e gjen një noter që e ka legalizuar këtë paligjshmëri. E kuptoj. Avokat Pjetra, cilat janë skemat më të zakonshme që përdoren në raste të tilla? I tha një pjesë zoti Islami, po faktikisht përpara se të asgjim duhet që të zbulojnë kush janë këta noterë dhe nga vinë. Ministria e Drejtësisë duket se i ka disa emra përderisa tha që do t'i bëjmë publik. Kush janë këta në përgjithësi gjithë noterët. Okej. Dhe është konstatu dhe ngrit zëri i Avokatisë Shqipërisë, sepse noterët janë rrëmbyesit e të gjitha veprimeve të avokatit. Pra, ata ja kanë marrë me ligj të drejtat e avokatit. Çka do thotë që disa veprime që bëjnë noterët janë gjitha veprime që gjithë botën i bën avokati. Po pse? Po pse, sepse atëherë pse? Sepse të gjitha noterët, nuk po them gjithë, po 70% janë gratë e deputetëve, ministrave, gjyqtarëve, prokurorëve Shqipërisë. Dhe kush guxon ata që t'i preki edhe nëse pastrojnë parat? Është e pamundur që të kalojnë në sitën e drejtësisë ata. Mund të kalojnë në sitën e drejtësisë disa noterë që ja kanë trashëguar nga nana tek fëmia me rrallë, që janë një shtres shumë e pakt dhe e vobekt, që nuk kanë mundësi me bashkë veprimesh. Sepse noterat sot, vetëm në Shqipëri, janë rreth 20 milion euro,
që pra me ligj i ja u vjedhin shqiptarëve. Noterët? Noterët, me ligj ja vjedhin. Sepse nuk ka nevojë as në Shqipëri që të bëjnë një prokur për të shku përfaqësu klientin e tij në gjykat. Janë 2.600.000 shqiptarë sot, nuk po them 2.600.000, po 35-20% e shqiptare bëjnë nga një prokur ose 2 para noterit. Pra është një e tmerrshme, një fakt që vetëm vjedhin lek. Marrin 35.000 lekë deri në 40.000 lekë për një akt notarial të panevojshëm. Pastaj për të plotësuar që jemi vetëm shtet që na duhet për të kaluar shtetit, bëjmë një autorizim për fëmijët tek noteri që është kret kot, kur ti atë deklarim mund ta bësh edhe përpara. Edhe revokimi i këtyre akteve përsëri ka të njëjtën çmim. Se i kanë bën vetë ata, si janë gratë e atyre politikanëve që i bëjnë të veprime dhe të mbështetur në ligj. Tani lind pyetja, kush është vendi i cili qarkullon para në Shqipëri? I vetmi vend që qarkullon para është para noterit. Se e kanë bërë këta me ligj që ti kur do me blej diçka ja pagun noterit, noteri ja kalon tjetrit. Pra këtu është shumë e pastër me dashur me e kontrollu. Por jo vetëm që bajnë pra veprime për pastrimin e parave, po ndihmojnë të tjerët pa ta pastruar paranë. Çka do thotë që nuk e deklaron personin, për shembull. Shkon një shoqja një ministrit, një deputetit, kryen veprime atje, nuk i deklaron fare, pagun 200.000-150.000 euro. Si pojnë pra, sepse kjo është tanë. Dhe për mu, nëse ka vend për ta luftu pastrimin e parave janë noterit. Duhet fillojnë që këtu po thua. Duhet fillojnë që aty. Të paktën kontrolli tek noterit. Noterit janë ma përbindshë sot. Janë njerëzit që vjedhin me ligj, që ta kuptoni, vjedhin me ligj. Pra, ja kanë organizu ligjin për të vjedhë. Janë në gjithë Shqipërinë 189 noterë. 20 noterë janë dispozicion zëvendësues, thotë. Kaq është Shqipëria. 18.000 avokat ka sot licencum. Pra, punën e gjithë të në avokatëve e bëjnë këta noterë. Po që duhet një autorizim? Autorizimin e bën avokati në çdo vend botës. Noteri është vetëm me shit pasuritë. Në çdo vend botës. Në Shqipëri i banë gjitha, edhe do me marrë grunë me kontratë të noteri, do me bëjë veprim tjetër, gjithë të noteri. Pra nej, themë që qose do në vendor për pastrimin e parave, është i vetmi vend që e kontrollon dhe e verifikon është noteri. Avokat Rusi, çfarë detyrimesh konkrete ka noterët për të identifikuar rastet e pastrimit parave, kur duan të i qëndrojnë konform ligjit flas? Është një temë shumë e gjerë, nuk du të heq asgjë nga ato që thonë kolegët, por do thoja që noteret janë produkti sistemit. Çka do të thotë që ne jemi pjesë një shoqërie dhe të një rendi ekonomiko-shoqëror dhe një tip i shteti që bashkë ekzistojmë dhe jemi faktor të këtij uniteti, si thua, është të veprimit edhe të zhvillimit të shoqërisë. Noteri vepron sipas kritereve dhe kushteve që ka përcaktuar ligji. Tema është shumë ndjeshme, jam dakord me ata që thonë kolegët e mi sot në këtë studio, por ka ca specifika që nuk janë të rregulluara me ligj. Ta zonë, për shembull, tek veprimtaria e noterëve që shkojnë tek kontratat e sipërmarrjes. Del një firmë që merr një leje sheshi dhe një leje ndërtimi për një kullë ose disa kulla. Dhe tani shkojnë personat që kanë para që i kanë në burime të paligjshme, që vinë nga trafiku, vinë nga forma tjera, por e ka dhe para që njerëz janë pasuruar duke qenë killer, duke qenë vrasës me pagesë. Dhe ne kemi parë tani që shqiptarët shkojnë e bëjnë vrasje jashtë kufive dhe portugezë dhe shumë të tjerë vinë edhe serbë bëjnë vrasje në Shqipëri. Çka do të thotë që është një mënyrë jetese që të marrësh jetën e tjetrit dhe të bëhesh i pasur. Momenti tjetër shumë i rëndësishëm është që paratë e trafikut, sidomos të trafikut të lëndëve narkotike që janë shumë të rëndësishme që futen me shumicë dhe me ose pa dashje janë bërë faktori analizës të shoqërisë dhe të politikës shqiptare ose të investigimit të politikave të huaja në vendin tonë. Duke shkuar tek noterët tani, shkojmë ke një kontratë sipërmarrje, qoftë se unë edhe Landi dhe Nduja kemi 10 apo 15 milion euro, një ndër mënyrat të pastrimit të tyre parave është që ju e nderuar keni marrë një leje ndërtimi dhe keni një firmë, ta zëm një kompani që merreni me industrinë e ndërtimit, edhe të zhvillimit territorit të elementëve tjerë turizmit e këta.
Dhe ne tani, në qoftë se ti nuk mundet që të ndërtosh 10 kulla, apo të mos marrim kod tani se du me përmend emra se kemi shumë nga këto 40 kulla një herësh, apo 50 kulla. Këto do të thotë që është një trus shumë i madh. Në fjalë, nuk kemi të bëjmë thjesht me një oligarki që vjen nga pushteti edhe nga burimet e krimit politik apo shtetëror, jashtë uqytur korrupsioni, po kemi të bëjmë me element që vjen nga krimi organizuar, që janë shumë të rrezikshme këto para. Dhe ne tani mos harrojmë që këtu nëse nuk lejohet korrupsioni s'kan si futen. Tani është tjetër gjë, ne po flasim, shkojmë ke një spektër tani që jemi të ftuar në emision. Tani në qoftë se ne shkojmë tek burimet e këtyre parave, ne të tre të japim ty 200 milion. Me 200 milion ti mund të ndërtosh një 10 kulla, 25-40 kafshë në Tiranë. 200 milion që tani ti na i fut ne me kontratat e sipërmarrjes, që këtu nuk ka faj noteri. Janë shumë element dhe shumë agjensi ligjzbatuse që të shkojnë tek spektri, se mënyrën se si duhet kanalizohet kjo. Do shkoj edhe një shembull tjetër shumë i thjeshtë që është më i ndjeshëm akoma. Tani këtu do të thotë që unë edhe dy kolegët e mi që jemi pjesë e parave të pista, ne tani do bëjmë kontrata me 35 tazam, 300 apo 400 euro. Kosti e ndërtimit mund të jetë 1200-1800. Çmimi i tregut të këtyre hyrjeve mund të jetë 3.000 deri në 5.000, se sot kemi pa për çudime. Metri katror po thua? Kemi pa brenda unazës ose jashtë unazës së vogël, në Tiranë 5.000 dhe 6.000 euro është marramendse. Kulla kastrati për shembull, çmimi më i lirë i shitjes deri në katin e 45 është 5.000 deri në 6.000 euro. Pa llogarit tani çmimin e ambienteve që quhen komerciale apo tregtare. Tani, nëse unë fus këto edhe tazam kot, fus tazam 200.000 euro, dhe këto 200.000 euro i bëj 20 milion euro, 10 herë apo 20 herë më shumë, do të thotë që një element i pastrimit parave që shteti është shumë indiferent, ose e ka lejuar vetë nëpërmjet mekanizmave të kontrollit që duhet të ushtrojë. Momenti tjetër shumë i rëndësishëm është kjo. Ne tre kemi, pa ta bëjmë të thjesht për publikun, ne tre kemi para të pista, ne jemi elementi A. Ju, pa e marrë kote, se kjo është e gabuar për ta kuptuar, ju jeni personi që keni biznes edhe keni aktivitet edhe qarkullim shumë të madh. Ta zëm qarkulloni 5 apo 10 milion euro. Ne të tre tani do bëjmë kontrata sipërmarrje dhe kontratat sipërmarrjes tona do të jenë të tilla ose kontrata shitje. Shkojmë pak me termin më të kuptueshëm. Më të prekshëm, po. Më të prekshëm. Kontratat e shitjes midis nesh tani, unë jam, ne tre jemi i Aja që kemi para të pista. Personi tjetër, i kompanitë ose ju jeni elementi ose personi faktik që e ka këtë gjiro. Këto para tani do pastrohen. Si do pastrohen këto? Ju keni pasuri dhe keni asete, ne do fusim 50.000 euro se cili apo 100.000 euro dhe këto 100.000 euro do blejmë sende, apartamente, dyqane, truolle e tjerë. Do blejmë, jo, shumë e thjeshtë kjo, për ta kuptuar tani se si është burimi. Dhe ne do blejmë sende që nesër në treg mund të kushtojnë 5 milion euro. Ne kemi pagu 300.000 euro. Tani, ligji noterin tani në këtë rast, bon deklarata notariale, deklarata borgji, më fjalë, sikur unë edhe landi që kemi para, që kemi në burimet paligjshme apo të pavërtetura, edhe bëjmë me bën tani që jeni ju kompani. Në këtë rast tashti, ne që kemi para, do fusim për 50.000 euro, do fusim një kolateral 5 hyrje apo 2 dyqane që kushtojnë 2 milion apo 3 milion euro. Në momentin që për 30 ditë apo për 2 muaj nuk është lyej ky detyrimi 50.000 euroshve, automatikisht pasuria kalon në emrin tim tani që kam paratë e pista. Këtu tani është ajo që cedon ligji. Çka do të thotë që ligjvënësi nuk ka parashikuar që noteri, përpara se sa të bëjë unë deklaratën notariale që i dhash parat, biznesit apo kompanicë X apo Y, duhet të verifikoj burimet e mia nga i kam. Dhe në këtë rast më bën më pronar, po këtu ka një problem shumë të ndjeshëm. Tjetër që është shumë i rëndësishëm dhe që është shkatrimtar, që i ka quar njerëzit edhe në vetë mohim, edhe në vetë vrasje, edhe në shkatrim. Çka do të thotë që momentet tepër të veçanta që ndodhin në shoqërinë shqiptare, bigjosëshi, njerëz që janë për shembull për nevoja ekonomike, për nevoja shëndetësore, që marrin para me fajde. Dhe çfarë ndodh tash, ai katili, ai xhahili që s'ka shpirt, nuk ka ndjenjë, nuk i bëhet vonë për kur gjë dhe që i ka kriju pasuritë me 100.000 euro është bërë 10 apo 20-30 milion euro ka fitu pasuri, ja merë për veshkën që do të transplantoj për fëmin, ja merë 50.000 euro me 15-20, unë kam pa të merë, kam pa akte notariale që jep parat për shemë 50.000 euro për transplant veshkash,
Dhe këto 50.000 euro vjen një pasuri 500 apo 1 milion euro. Dhe këto para tani, nëse nuk i kthehen brenda 3 muajve, që do të thotë që ai bën për hir të asaj me shtu jetën e fëmijës apo të njëri të dashur familjes, automatikisht kjo pasuri bëhet në dorën e atij fajdexiut ose qira deklaratës borxhit që mund ta quajmë ne. E kuptoj. Edhe në këtë rast tani këtu shteti nuk ka vendos një filtr që është i domosdoshëm se ca gjëra i kanë noterët. Edhe ne po të ishim noterët jemi sinqert tani, do shohim si që është formula ose si që është skema. Edhe do kërkojmë bëmi të pasur duke bërë veprime të paligjshme sepse ligji nuk na ka fut. Ligji s'na ka fut në filtr. Kush është e keqja tani Landi? E keqja është këtu që noteri nuk e ka detyrimin që në momentin që unë bëj deklaratën e borxhit për 100.000 euro dhe i marr X-it apo Y-it 1 milion apo 2 milion euro pasuri kolateral që të kontrolloj burimet e mia. Këtu ligji nuk ekziston. Çka do të thotë që kalon hapësirë? Nuk e ka noteri këtë, po ka i diçka. Që ta kuptojmë ka i diçka. Pa tesh kjo, nuk e ka noteri këtë, po noteri ka i detyrim që këtë deklaratën mbi 1 milion lekë të reja ta deklarojë tek Agjencia e Mbikëqyrjes Financiare. Dhe Agjencia e Mbikëqyrjes Financiare, përveç deklarimit në sistem që zakonisht nuk shikohet, noteri ka dhe detyrimin moral dhe ligjor ta deklarojë dhe atje fillon një procedim pasuror. Që ka të bëjë me procedim pasuror? Nuk kemi këtë rregull i liri kapitaleve këtu, Ja pra, ke ligji i pastrimit të parave ekziston kjo shetoni ju. Sidomos nëse dikush ka bërë një kontratë për transplantin e organi që është e ndaluar nga ligji, do të fillonte direkt me njëherë. Ka diçka shumë esenciale pra. Ne po diskutojmë diçka që duhet të ndikojmë, pra edhe ke ligjvënësi, edhe ke politikat. Shiko, avokatia është një tërmet në një shoqëri dhe një kom. Ne jemi shumë larg asaj që duhet themi, shumë larg asaj që duhet deklarojmë dhe shumë larg asaj që duhet denoncojmë dhe që duhet si ta rregullojmë sistemin, se duhet të organizohemi brenda vetes një. E di që thot 20.000 avokat në një shoqëri me 2.600.000 apo edhe 5 milion, mund të mbajnë gjysmën e Europës ose mund të vendosin binar një shoqëri të një planeti. Për problemet që janë në Shqipëri nuk janë shumë avokat. Sepse këto veprimet që banë qeveria dhe shteti, janë që avokatët këtë presin. Dhe do kundërshtoja në Rorin Pjetra që nuk janë avokatët, avokatët janë pjesa më e pa privilegjuar e shoqërisë. Shiko, unë e ti pra gjykomi ku shkojmë mojmë dhe një klient që na njeh. Ja, po ta zëm tash i zonjën shumë të nderuar. Po të vinë nesër pas nesër dhe po ti kërkosh ti për një shërbim 2 milion lekë që mund të bësh një pronë që mund të kushtoj shërbimi 20 milion lekë, kjo do të paragjykohet sa shumë mori nduja apo baftjari apo lazi. Ti mos hajde tonë, shkëpë këtë tjetër O nderuar, ndërsa po të shkojsh ke një noter, në qoftë se merr për një kontratë shiqe 200 apo 300.000 lekë, që harxhon 2 orë në kompjuter, askush nuk ja vën diskutim se thot ja ku e ke faturën, po dhe ne faturat atimore paguajmë. Dhe ne me kontrata shërbimi ecim. Po ala në Shqipëri nuk thot asnjëri sot se sa është gjirja notariale e Shqipërisë. Asnjë nuk e din. Që është detyrë të bëhet publike. Të them diçka tani. Ne nuk duhet të denoncojmë vetëm problemin. Ne jemi truri inteligjencës së ligjit. Ne po themi që pra ligji notarial është i garantuar. Ligji notarial është bërë për noterët me vjell. Nëse e ke parasysh që gjitha veprimet që pra duhet i bëjnë atëherë të shkojmë dhe ky problemi kush janë noterët nga kanalar dhe si janë legjitimuar dhe si janë certifikuar noterët, kjo është gjë tjetër. Jam dakord me ty. Ti e di që ka noterë që sa kanë kaluar vetingun, një muaj që po vetingu, mas një muaj bëhet kontrolli dhe ujqet licencë. Noterë selektuar mi kanë qenë. Eliona, të them diçka. Unë kam qenë para një 18 apo 20 vjetësh Malibor në një qytet Kroacisë. Shkova për të verifikuar një akt testamentar që ishte shuar në Tiranë dhe trashëgimia shkonte atje se testatori kishte vdekur. 3 ditë para, shkova dhe më tha do vish filon data, do të caktoj orën. Unë mendova që duke qenë avokat tani nga Shqipëria që shkova ta zam me datën 18 korrik, mendova me 20 korrik do marroj punë. Erdhi 20, erdhi 21, me 22 unë u lëmërita, ishte radha pafund. Po them 200, 300, 500 veta. Dhe unë u them tani këtyre që ishin prit tani së është shumë e bukur. I them unë, ore zotri, thash, unë kam ardhur, jam i huaj, thash, jam nga Shqipëria. Po, që është kjo radhë? Radha e sotme. Dhe unë i shkruaj, noterës, i them, unë kam ardhur ka 4 ditë tu. Ua, tha, pse s'më tregove kur erdhe po? Tani nesër unë e mora vesh më futi brenda dhe të më nxirrte dokumentin, ekstraktin.
Në momentin që i thashua, që është kjo, i thashum, sa noter ka këtu, ky qytet, ka vetëm 3. Po pse 3, tha? Shteti ka mëndu 3 veta t'i bëjt pasur në këtë vend, në këtë qytet. E kuptova. Tani, shiko se kush është noter. Jo, kjo ka një kontekst tjetër i nërdo. Ka një kontekst kjo. A mund është ta morësh ti kollajnë që pëse do më banë nesër noter, edhe pse avokat shumë i mirë? Tani, që ta digjojnë, ta din gjithkush. Me dasht me taku një noter në Bashkimin Evropian, duhet një muj para me ba kërkesën dhe caktonore. Nuk ka këshu rrallash që thuti në... Mos shko këtu. Atëherë merë avokatin më të humbur në Itali, po dush të atakosh. 100 sekretare të japin përgjigje dhe të regojnë datën kur do të atakosh. Pra, do të që shoqëria dhe shteti janë shumë të civilizuar se ne. Mos shkojmë këtu, ne shkojmë ke halën që kemi këtu nga brenda. Nuk e ndalon asgjë këtu, as avokatin shqiptar dhe as noterin shqiptar që të bëjt njëtën organizim pune, sepse fundit noteria dhe avokatia janë organizime mbi baza private. Po jo mos janë unë po ta them në këtë prizmë është përgjithësia një lloj, kam qenë unë një test provimi në 98-ën me të ndjerin Kleanti Koçi dhe dha provimin atë ditë, edhe avokatia dhanë edhe noterat. Edhe ka avokatia u tha mi fjalë suksese këtu poli 7 minuta, po unë Kleanti Koçin siç e nuk e dija e keni arritur, na kam pas profesor. Edhe ishte kryetari i dhomës kombëtare të avokatisë dhe tha, o të nderuar, tha, nuk jeni si avokatët, ta që troket klienti, tha, dhe i prezanton hallin. Ju jeni noter publik, me një firmë të tuajnë, tha, mund të shndrohet 15 kaçi për 20 sekonda, tha, e merr tjetër, ose pastrohen llogaritë bankare 10-100 milionë euro. Mos i ngatroni se nëse do flitni për avokat, unë jam shumë i njëshëm. Duhet të ndalem tek noterët. Jemi ke një problem tjetër. Noterët janë shumë të rëndësishëm dhe ka një rol shumë të rëndësishëm dhe këtu janë avangardit skeshës apo inxhinierës. Emri i noterit, pra roli dhe funksioni i tij janë shumë i rëndësishëm. Me këta noterë që kemi ne këtu, nuk kemi asnjë lloj shprese. Po me avokatët që kemi ne 20.000 si Atëherë na kemi atëherë në 80% e avokatëve që operojnë në Shqipëri janë kokra mashtruesave. Jo mashtruesa, ose pa, ose jo profesionistë. Që marrin qafë edhe klientin, edhe avokatin dhe ke një qytetar që lëviz brenda një apati, mas sigurimi, merë 5 avokat. Herni, sepse e rrejnë avokatit, unë të nxjerë. Dhe pra, ne jetojmë të nxjerë të keqen nga brenda, kjo është problemi jo. është mënyra si jemi organizuar dhe qarë përgjësish kemi si dhomë kombëtare të avokatisë. Atena, jo, pa hinjë të avokatia se s'do me diskutu për në avokatisë. Jo, duha të mbetemi të noterët. Tani ne dim shumë mirë se si funksionojnë noterat. Ma mirë se ne se din askush. Bile ne jo orientojmë për gjëra shumë që janë shumë profesionale noterët, sepse duhet pa tjetër mendimi avokatit dhe profesionalizmi avokatit për t'i kanalizuar. Ka dhe noter, ata 2 vjetrit që ishin, qofta jo Mallkuqi me radhë që ishin ta noterët, kjo shpresa me radhë, ishin noterët dhe janë noterë këta, që janë noterë që i thonë nga ana popullore mjo he kapelen. Të sakt. Ta janë që kanë vdekur nga ato që përmendë. Dakord më kanë vdekur, por ama noterët sot kanë detyrën kryesore nëse funksionon ligji fiks. Nëse shkojnë drejtoria e pastrimit para të ky noter dhe nuk e ka bëj deklarim. I deklarim të dikuj, ka bëj kontratë, nuk bëhet kontratë ma. Që unë të kam bërë 100.000 euro. Kanë marruar. Nuk funksionon me kontratat e huaj? Lej që ato nda, nuk funksionojnë ma. Nuk ka noter që të banë deklaratë sot në Shqipëri që ti ke e bërë mbi 10.000 euro dikon. Ka marruar e bërë. Janë gjitha diskutime që të ma pashme. Ka një diskurs që unë mendoj që nëse rrim tek niveli që çfarë kanë bërë noterët dhe si e bëjnë noterët punën, normalisht noteri qëndron midis 2 hapësirave, në hapësirën private të biznesit për të bërë para dhe për shtuar fitimin, siç e tha dhe avokati për para, po dhe në diskursin tjetër që noteri gjithmonë duhet tjetë ai që tjetë pro ligjit dhe konformisë, është noter publik, ka mbi baza private, por ka dhe funksionin publik që kontrollohet nga Ministeri dhe bordi i noterëve. Që merë me deklaratë. Ta përfundoj. Pra problemi është kjo, nëse ne vazhdojmë dhe themi noteri është mbi baza private, do të pritëm mbi baza private funksionon noteri. Gjithë punë vete ka privatisht ai, nuk merr rroga ai, paguhet nga noteri publik, por që punën e vet e organizon mbi baza private dhe askush nuk e ndalon as noteri që
bëjë sa më shumë lekë dhe të shkojë pasuria e tij. Nuk ka noter shtetëror. Ndërkohë që kontrolli publik dhe faza publike faji nuk shkon tek noteri. Faji nuk shkon tek noteri dhe nëse ne avem gishtin tek faji tek noteri bëjmë shumë gabim, pasi faji direkt është i Ministrisë Drejtësisë i dikasterit, që ne sot për fat keq Ministria e Drejtësisë vetëm 2 çelësa, ka çelësat e burgjeve dhe të noterisë, nuk besoj se ka ndonjë punë tjetër për të bërë, si ja kemi gjithë kompetencat, dhe pikërisht meqense se ka kaq pak çelësa, ka dhe më pak mundësi abuzimi dhe do shtoj sasinë e abuzimit. Pra, kur ti ke në drejtime, dita themi fjalë që një ministër që vjet diku te një ministri, ai shikon çfarë drejton dhe si e ka mundësinë të shtoj të maksimizoj fitimet e tij, jo të bëjë mënyrën se si funksionon puna. Pra ta themi aty ku qëndron problemi. Problemi nuk qëndron tek noteri. Problemi që qëndron tek ministri dhe gjithë ajo aparaturë që ka, drejtoria e personave të tjera dhe gjithë drejtoritë që ka. Dhe në rastin konkret ka inspektor të cilët shkojnë dhe bëjnë inspektime në zyrat noterive dhe shkojnë dhe vetëm vën gjoba. Unë kam sot selektive, unë kam sot një akt kontrolli të falsifikuar. Me akt ekspertimi është i falsifikuar firma. Kemi bërë dhe kallëzim penal, ka filluar procedimi penal, ka shkuar në gjykatë, gjykata e ka prish çështjen dhe e ka kthyr për hetime, dhe nuk merret askush prokuria, ka kimu në apelesat ka fati parashkrimit. Dhe noteri ndërkohë rrin mes gjykatave, duke kërkuar të drejtën e tij sepse nuk e kishte mikun tek Ministria e Drejtësisë. Dhe jam nga ato që e di që i kërkon lek noterit për të lënë atë licencë. Pra, çështja është që mos bëhemi selektiv. Ne e dim shumë mirë që si funksionon Ministria e Drejtësisë. Dini juve emra noterësh që bëjnë, nuk dua juve në këtë pozitë, po. Dini noter me emër mbi emër që bën pastrim parash. Unë kam bërë kallëzim penal për 3 noteri, kam bërë kallëzim penal. Të tjerëve progresistë ku kam bërë kallëzim penal drejt për drejti, një kam bërë kallëzim penal sepse kishte shkuar dhe kishte bërë kontratën e shitblerjes së një personi që ishte në listën e terrorizmit dhe kishte shit të tretës kanë asnjë lloj faji këtë mes, aty u është sekuestruar prona. E kam pronën në sekuestro dhe lekët kanë ikë tek personi që është në listën e terrorizmit dhe kam mbledhim gjykatave, jemi gjykatën e apelit sepse noteri nuk kishte zbatuar ligjin. E dyta, kemi noter tjetër i cili ka shkuar dhe ka bërë veprime notariale të një shoqërie ndërtimi, e cila ishte në sekuestro dhe vazhdon të jetë në sekuestro dhe administrohet nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara. Dhe ato persona që shpërdorin detyrën dhe janë administratorët e këtyre pasurive, nënshkruajnë kontrata për tjetërsimin e këtyre pronave që janë administrim nga shteti me kontrata sipërmarrje dhe ke 2 kallëzime penale në spak, të cilat janë thjesht registruar në formë procedimit penal dhe nuk vazhdon, aty ka ngel çështja. Pra problemi nuk është tek noteri, problemi është tek këto institucione ligjzbatuese që nuk merren me noterin. Sepse normalisht ta rrin deri në diskursi, por nuk mund ta lejoj. Ta bën një veprim kundërshtim me ligjin. Jo, unë nuk bëj veprim kundërshtim me ligjin, sepse jo, po një sekond, prit. Secili bën punën e vet. Nuk mund ta bësh pyetje. Secili bën punën e vet në profesionin e tij. Dhe nuk mund të themi ne që noteri mund përgjithësi se nuk ka qeveria në rregull. Jo, zotëri. Nuk ka ministri në rregull. Jo. Ne të shikojmë ku është faji. Ore, nuk mund ta zësh diellin me shoshme, nuk e mbron dot, sepse në rastin konkret ti nuk është se ke një noter problematik, 2 noter problematik. Ti ke problem sistemin. Ore, për të bërë noter, ta themi hapur. Sa lek paguhen për të marrë licencë të noterie në Tiranë? 200.000. Po ja, pra thuj këto. Ja, çu këtu fillon. Ku do i marrë lekët ai noteri për të bërë? 200.000 euro që ti të marrësh licencën e noterit. Thuaj është edhe për një transferim nga Elbasani në Tiranë 150.000 euro. Ja, edhe transfer. Ku do i marrë këto lekë ai noteri për t'i dhënë atij ministrit ose atij zëvendësministrit atyre njerëzve që e bëjnë korrupsionin? Prandaj fenomeni ndalën te korrupsioni, pastaj kalon tek Holandi. Fenomeni është ky që ka noter që për hir të asaj që ngatrojnë profesionin publik me profesionin privat, edhe me klientelen që duhen të bëhen të pasur si shkojnë politikanët që me tani se ka 150.000 euro për të ardhur në Elbasani Tani çka do të thotë që noteri që shkel mbi ligjin me legjislacionin që është sot fuqi dhe në aktet normative është njëra anë e problemit që duhet diferencuar. Noteri që vepron brenda kuadrit ligjor dhe vepron si gjithë të tjerët, këtu është faji shtetit, i legjislatorit, i politikave, nuk është i noteri. Që nuk bën diferencimin, pra. Po, sepse bën diferencimin. Tani problemi është këtu që në një shtet ku kthehet në rokupuj, ku qëllimi i korrupsionit dhe i pasurimit është në vetvete dhe motivi i jetës, edhe i karrikës ku ulet është gjë tjetër. Dhe kur prishet sistemi, prishet nga koka deri tek qeliza e fundit në ekstrem. Për ta mbyllur, se duhet shkojmë në reklama. Mbyllet tani mendimin dhe do kthehemi pranë. Për ta pranë. mbyllur është kjo që noterëve t'u lëm ato që u takon, edhe që
Dhe pjesën tjetër që ligji ka gabime, mekanizmi duhet të funksionojë, noteri duhet të jetë në momentin që i lën të drejtën që të bëjë një deklaratë borxhi dhe 50.000 euro t'i bëjë 2 milion apo 3 milion euro, është gjë tjetër dhe ligji duhet të jetë shumë skeptik, që ta detyrojë noterin të verifikojë burimet e parave. Të mendohet përpara se ta ligjërojë atë gjë. Mirë, do shkëputemi shumë shkurt në reklama dhe vim në studio. Flasim në fakt për përfshirjen e noterëve në pastrimin e parave në vendet ku noterët bëjnë shkelje të ligjit me apo pa vedije. Avokat Islami, dua ta filloj me ju këtë pjesë të dytë. Me që se përmendet në fakt agjensitë dhe gjithë sistemin, a mund të bëhet një lloj koordinimi mes noterëve, agjensisë inteligjencës financiare, kadastrës, tatimeve dhe spakut për t'i rrëshqitur sa i gjëje? Mund të ndodhë? Po, para një viti e gjysmë, 2 vitesh, me propozimin e një sektori, agjencisë ndërsektoriale kundër korupcionit dhe krimit organizuar, që bëheshte nga ndër institucionet, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Financës e tjera, u bë një propozim për të bërë një sistem përbashkët pasurive, të sistemit pasurive, sistemit noterëve, sistemit agjencisë mbikëqyrjes financiare e tjera. Mendoj që ky projekt kaloi dhe në aksh, mendoj që është bërë dhe tendri, kam njëri që është bërë dhe tendri ka shkuar te 4 miliard, mos gaboj, dhe sistemi nuk funksionon. Pra, është marruar puna, kontrata është firmosur, është nënshkruar dhe sistemi nuk funksionon. Kushdo mund shkoj tek Agjencia e Administrimit të Pasurive sekuestruara dhe të konfiskuara, mund kërkoj atje sistemin, janë gjitha dokumentacionet, tendri është bërë dhe sistemi nuk funksionon. Ka në Prokurinë e Tiranës deri sot ka janë 2 procedime penale të filluara, për cilat unë jam dijeni që ka filluar dhe prokuroria rinë dhe pret kaloi afati parashkrimit për t'i pushuar me afat parashkrimi, nuk ka marrë asnjë mase. Pra cili është problemi? Problemi nuk është çështja që këtu në Shqipëri nuk ka ligje, nuk funksionojnë ligjet. Pra ne kemi një mosbalancim të situatës. Ne jemi një popull ku nuk kemi ndërgjegje demokratike të shkresave. Pra ne, për dalë tek ajo që u nisëm dhe më përpara, në Shtetet Bashkimit Evropian, avokati e bën vetë prokurën, pra një avokatit bëhet një prokurë dhe mjafton firma edhe në shkrimi i palës dhe i avokatit dhe e quhet prokurë e rregullt. Por në Shqipëri nuk mund ta quajmë të tillë sepse këtu mungon ndërgjegje demokratike. Avokatët prinën të abuzojnë, nuk kanë krijuar atë kolegu im e tha 80% janë mashtruesa, nuk e di se nuk i bëj atë. Nuk është ashtu. Po, nëse nuk e di po e tha kolegu, e kam thënë edhe unë. E kam thënë edhe unë 70-75 e kam thënë edhe unë, pra kjo është një prirje publike që publiku priret mos ketë ndërgjegje demokratike dhe nuk kemi besueshmëri. Kalojmë tek noteri i cili është dëshmitari publik i garantuar. Dhe ne e kemi të detyruar që të kemi dëshmitarin publik të garantuar që është noteri në shumicën e akteve që ne bëjmë. Ajo çka ne nuk kemi dhe ne vuajmë sot është ndërgjegja publike e institucioneve që na garantojnë zbatimin e ligjit. Duke filluar nga inspektorët, cilët janë inspektorë që ne kemi inspektor për çdo lloj pune, kemi inspektorat higjiene, kemi inspektorat shëndetësie, kemi dhe inspektorët noterëve. Kemi inspektorët noterë që duhet bëjnë inspektimin e noterëve. Kemi një drejtori që ka këtë inspektorat dhe kemi krye-inspektor, të cilët inspektorin kush e inspekton? Se më lind vetë ju pyetja kush i ruan rolin. Shizje është çështja. Pra ne priremi të krijojmë një strukturë antikorupcion për çdo strukturë të korruptuar që vjen. Por ne në këtë mënyrë nuk kemi ulë korrupsionin. Në këtë mënyrë thjesht i kemi shtuar publikut një institucion për të korruptuar. Pra kemi rritur shkallën e korrupsionit. Më shumë taksa. Pra si në rastin konkret i duhet, pra nëse jemi tek fakti që deri dje kishin për të korruptuar shqiptarët, gjithmonë kishin për të korruptuar vetëm drejtorin, tani duhet të korruptojnë edhe atë koordinatorin antikorrupsion që ka shtuar Agjencia e Korrupsionit, sepse ai bën presion dhe do dha i lek që të mos shkojë çështja të bëhet ankim. Përveç kësaj duhet korruptoj pastaj edhe prokurorin ose oficerin, që ne kemi bërë dhe një spak atje, që ne deri më sot e kishim gjithë atë besimin ton si popull që spaku do bëj këtë, madje arritëm deri atje sa të bënim edhe idhull Altin Dumani, nuk bëhet tempull i drejtësisë Shqipëri, dhe vit fundi sot po filloi dhe po ulet kurba e besimit tek spaku. Pse? Sepse shikojmë her pas here që dosje të ndryshme trajtohen me mënyra të ndryshme, që do të thotë drejtësia nuk është që ti të bësh drejtësi të futesh në burg të korruptuarin. Jo, s'është kjo drejtësi. Drejtësia është që ti të trajtosh njësoj të gjitha kallëzimet penale dhe për të gjitha çështjet që ti ke të mbash të njëjtin qendrim. Sepse kjo është e drejtë, do të thotë që ti jesh i drejtë, sillesh njësoj me këtë, njësoj me këtë tjetrin. Por nëse ti dikuaj dëgjuan me dorën e majtë, dhe tjetri dëgjuan me dorën e djathtë, kjo nuk është drejtësi, sepse normalisht fuqia e dorës së djathtë është më e madhe ose fuqia e dorës së majtë është më e madhe. Pra ti, problemi është
Por mos ta marr si shaka, se mund bëjmë shaka, po unë e vuaj këtë sepse argumenti nuk është. Dgjoj, në studion time janë bërë mbi 30 kallëzime penale për korrupsion. Me përgjithësi që janë nënshkruar dhe janë firmosi kanë bërë me korrupsion. Dhe unë ti them me emër, po të duash, unë jam dhe nga avokatë. Sa vendimet formës së prerë? Dhe janë tre vendime që kanë përfunduar në gjykatë dhe kanë marrë fajsinë. Dolën të fundit të akshit, dolën me kusht. Dhe të tjerët janë vendimet? Janë apeluar këto? Janë apeluar në gjykatën e apelit dhe vazhdojmë presim apelin mbas 5 ditëve kur dali. Janë kallëzime penale të tjera kanë ngelur në sirtarët e oficerëve të policisë gjyqësore, të cilët nuk merret gjykatë dhe dali pastaj ke pastrimi i produktit. Çfarë duhet të bëj noteri përveç se të shkojë dhe të bëhet pjesë e këtij sistemi? Të mos bëhet, të refuzojë. Po çfarë duhet të bëj? Se nëse nuk bëhet, dhe zbaton ligjin i ikën licencë. Se kemi noter që ja kanë hequr licencë. Mjafton një prezervat. Ja, si në rastin aty noterit. Si në rastin aty noterit i cili ka bërë mbi 2000 shkresa. Që e di dhe baftjari e di atë noteri, ka bërë mbi 2000 shkresa dhe janë mbi 20 vendime gjykatës kushtetuese, 20 vendime gjykatës lartë, ka dhe mbi 14 kallëzime penale në SPAK. Dhe të gjitha merret mos fillim, mos pranim, mos bëre. Pse? Ai thjesht po thot licenca ime noteris ju shit filane, do të më emër mbi emër ai. Shive, ai tjetri del me 30 pikë dhe ka marrë licencën. Edhe ti nuk merr asnjë veprimi të bësh me atë noteri që ja dhe licencën me 30 pikë? Dhe ti smerresh me këtë noteri? Që i cili ngeli dyrëve të gjykatës. Sepse pse nuk ngeli dyrëve të gjykatës? Sepse thjesht dhe bukur në 2018-2019 mos gaboj. Unë nuk pranoj që dikujt në sistem ti bënte një akt notarial për pastrimin e këtyre produktit që ne pretendojmë dhe ai fluturoi me akte kreditës paligjshme për atë licencë që mori. Çdo njeri sot është i. Pra ti jemi korrekt, kemi korrekt. I bim noteri sa dush, por nëse ti Ministria e Drejtësisë të trajton në mënyrë të ndryshme. Ç'lidhje ka Ministria e Drejtësisë me trajtuar noter? Avokat kush i trajton? Po ç'lidhje ka ajo? Po kush i trajton? Kush do i kontrolloj? Unë jam avokat dhe s'kam punë mesni. Çose unë bëj gabime i bëj. Jo, mor ti ke më asnjë sepse ke një bord, jo se ke një bord etike, të vetëm avokatisë, që ti bordi avokatisë, jo të lutem, jo, bordi avokatisë është një bord më funksionale. Bordi avokatisë është bord funksional, unë kam pas rastin. Kemi dhe ligj. Jo, unë kam dalë në bord, unë kam bërë klient ankesë, kam dalë bord. Ligjin ligjet më të mira. Ligjet më të mira sot për sot në ka Shqipëria. Ka marrë ajkën e ligjive evropiane dhe i përdor në Shqipëri. A i zbaton pyetja e. Kush do i zbaton? Pra kush është institucionalisht zbatus? Përveç se Ministrisë Dikasterit për katës, kush do e garantojë zbatimin e ligjit? Atena, zbatimin e ligjit e zbaton. E garanton. Ajo vota që futet në. Cila votë me bë politikë thotë, ditën e votimit zgjedhje. Kush bën politikë e bën, zotëri? Kush e bën? Se bën mos ka lidhje politike. Kush e bën? Sistemi i drejtë, sistemi po jo. Jo, po nuk të lë dot këtu sepse nuk bëjmë dot politikë. Sistemi politik është gjë tjetër, shteti i drejtës është gjë tjetër. Nëse ne mendojmë që shteti i drejtës të barazojë me politikën, këtu nuk ketë atë. Ke 80 vjet tu që ti nuk mund të bash as edhe një gjë. Po nuk kemi më diktaturë, nuk thosh tani që jemi prap sistem diktatorial që ne merrem me drejtë. Sot je mozi se atë. Po jo, s'ka. Ke sistem drejtës, se ti një drejtën e kërkesës, një drejtën ankimit, të një vetë drejtën e protestës, por në asnjë mënyrë nuk mund ta quajmë të lloj. Atëherë a tha jam avokat? Po. I avokat. Kam bërë 30 kallëzime, Po. 30 kallëzimet kanë shku 0. Ju s'kan shku 0 se janë në do të jeni asnjëri s'ka marrë vendim pafajësie. Po, kush s'ka marrë vendim? Jo, vendim pafajësie s'ka asnjëri, janë duke pritur radhën e gjykimit, pra ata i evonon çështjen, por vendim pafajësie s'ka asnjëri. Para 6 muaj to kallëzime ke bërë para 6 muaj. Jo, po bëjnë gati 2-3 vite që. Po 2-3 vite dhe thuti ka bërë 30 kallëzime një avokat dhe ka bërë disa herë thunë SPAK për një person që ti sa herë ke shku kot. Pra ti ke harxhu letër, kohë, men, gjitha këto për kot. E kush e ka fajin? Dhe çfarë duhet bërë avokat Pita në këtë drejtim? Atëherë, nëse ne do flasim për noterët, rrim te noter. Nëse do ta atëherë, noteri është një person sa është privat ashtu edhe publik. Dhe kryesisht është publik. Noteri publik. Noter publik quhet. Dhe derisa quhet noter publik nuk mund të thush privat. Ai nuk duhet nuk e pagun shteti noterin, noti tani, është mbi baza private organizohet. Mos bën rremuj këtë bord. Po s'është rremuj, ligji thotë noteri organizon punën mbi baza private. Ta kuptoj unë avokat, më fal që të ndërpres. Shërbimi transporti publik është bileta e autobusit 40 lekë të rinj. Ai që ka më shumë para merr taksin që kushton më shumë në bazë taksimetrit. Po thuaj që noteri është publik. Atëre, unë nuk kam lekë të paguaj tarifën. Ka noter privat. Pra po ai më vendos tarifë private mua. Nuk funksionon ajo.
Ajo nuk është në kundërshtim sepse është nocioni. centralizuar gjithçka. Atëherë që kundërshta duhet fillojnë Dhe ndryshimi. shpërsobezohet që asnjë këta nuk e din se vetëm për një gjë, se këta dy avokatë do t'rregojnë sot mu këto. Për një prokuror që bën noteri dhe merr 40.000 lekë vjetra ose 40 euro. 4.000 lekë. 4.000 lekë. Sa merr noteri, sa merr shteti? Këtë më thuj. 700 lekë, ja ta tregoj unë, ta tregoj unë se di mirë të punë. Jo, t'ja tregoj unë, direkt fillimisht mbi taksë. Shko do burrë, shko dhe zot, noteri me 1.800 lekë. Si 1.800 lekë i kene noteri. Jo, mërë bubo, se ke je krejtë. Jo, mos ka lidhje me 1.800 lekë. Sepse ka pullën e taksës për të paguar. Po jo, një sekondë, mos ta bëjmë. Po sa e të dash nga 4.000 lekë, 1.800 lekë janë noterit, 1.800 lekë janë noterit, 700 lekë është pulla e taksës, 1.500 lekë është TVSH-ja, 1.800 lekë i 1.500 lekë TVSH-ja. Po sa 1.500 prokuror me gjithë to. Nga 4.000 lekë, 1.800 lekë fiton noterit, e tjerat janë taksë setrore. Bravo. Tani shkëm ke një moment. Dhe tek 1.800 lekë noteri duhet paguaj Qiran e Zyrës, duhet paguaj dhe ta po nuk fiton lekë noteri me prokurën që bën më burr. Noteri, nëse nuk bën pastrim produkti, nëse nuk bëhet pjesë e organizatave kriminale, nuk bën lekë noteri. Unë s'jam me këta, jo. Po si? Se ashtu e motivojmë noterin që të merret vetëm me punë paligjshme. Po jo më le të bëj punë tishme, po nuk pasurohesh me punë tishme më burr. Po i nderuar. Noter nuk do të thotë ti je i pasur më burr, se po kemi noteri. Është koncept gabim, është mision noteria më burr, është një sozi të thuash. Jo, bëra një ankesë tek fakulteti, dhe këtë e kam ta them kështu. Bëra një ankesë tek fakulteti, te në studentëve aty, u bëra një ankesë, një leksion të jashtëm që bëra, sa nga ato mendonin që duke mbaruar juridikun do bëheshin të pasur. Po, se ka 90% mendonin që të mbaroj juridikun je i pasur. Ndërkohë që është keq të kundërta. Juridiku, drejtësia nuk është biznes, më burr, është mision. Prandaj, noteri e ka mision atë punë, nuk e ka për të bërë me lekë, më burr, se Duhet ta ketë. Duhet ta ketë për Kjo mision. ka qenë vitet 95-2000. Sot ka ndryshuar sistemi totalisht. Tani do të them që juristi që gjithë rendin tek juridiku, Rendin tek juridiku, jo, rendin tani shkojnë tek inteligjenca artificiale, shkojnë tek ekonomiku, shkojnë tek biznesi. Juridikun e kanë për tumbur që kanë një karton të diplomës juridiku. Nuk kam, sepse do shkoj drejt misionit, do shkoj drejt misionit. Në avokati seleksionon tregu gjithçka. Në avokati është tregu. Gjova deri tani mos është profesori im, unë kam vetë gjë në moment. Ne kam ndjek aq mirë duke folur klaqa. Shkojmë ke noteri. Po të merremi vesh bashkë këtu. Ne shkëm ka aktet, jam dakord me ato që tha Nuja që ne, shumë gjëra që duhet t'i bëjnë avokatët, ja kemi lënë me ligj noterit. është shumë e gabuar. Pse? Unë kam bërë mbi 100 e sa aplikime në Strasburg, që ka viti, që kur jemi bërë antarë të gjukatës Europiane, të azam me antarë Këshillit të Europës. Dhe Strasburgu, ti që është një prokur, mu ma ka bërë një 3-4 herë, zotri, nuk është e nevojshme thot që që është prokur nga pala. Pala të vitë firmos një formular tip, edhe e firmos aty, së nevoja të shkoja të bëjë të paguj 30-20 apo 50.000 lekë. Ti ke garantor publik Strasburgu, po nuk mund është ti të kesh garantor publik gjykatës shqiptare që nëse të kishin mendimin me vdekje, për zoti për lekë të vrasin këto di më. Po paftjar, to gjyqtarët e kësaj republike, nëse e kanë dënimin me vdekje për lekë të vrasin më burr. Jo më të bëjnë atë prokurën tënde ti që merr në ekstrem me kodi sepse nuk jam muhabete për noter. Kjo do të thotë çfarë muhabeti është kjo? Ti thua pse nuk e lejojmë në Shqipëri prokurën dhe avokatin? Kjo do të thotë s'ke garantor publik të asaj prokure. Pikërisht pas se ka noteri. Nëse ti do falsifikoje firmën atij klientit tënd atje për ta abuzuar, nuk ke fare garantor publik të asaj prokure. Jo në akte notariale do të zbresin ka avokatia. Po nuk është ajo prokura më që si janë të dëshmitë të trashëgimisë. Do të shtosh punën, zoti shtoj vetës, sepse i biçet apo i vetë prokurën pastaj kur klienti vjen me prokurgati jam më i se ta ka sankcionuar me ligj në kodin e procedurës penale ose civile, duhet që ti. Po shumë rregull më ajta për noteri, problemi nuk është për të hequr punën noterit. Problemi është që ne ata organizojmë noterin. Proces penal Holandi. A është më vlefshëm një prokur që ka bo vlaja apo prindri për të panderin, për subjektin e ndjekës penale, apo një deklarim që bon gjukat që shblefson gjithçka. Se është personi që vuan deliktin edhe inkriminimin që ka për veprën konkrete penale. Dhe të shkojmë këtu pra, do të thotë që unë prokur për bëra për zonjën, do të thotë që unë jam avokati dhe gjithçka e kam marrëdhënie me këtë. Se është e nevojshme që të vërtetoj vullnetin e palës që i shërbej unë, noteri
noteri atje. Janë shumë gjëra që duhet të zbresin ka avokatia. Ti e di mirë që avokati e bën prokuror më tepër se ne e bën prokuror dhe ja çojmë burgut dhe e marrim të firmosur në punën e burgut dhe shkëndijë ishte rregull. Barazohet shumë me noteri. Më fort ose më ndjeshme dhe ka drejt arritsa procedurale. Nuk do të thotë që ne të heqim noterin si garantor publik sepse ne nuk e kemi atë gradë pjekurie, besueshmëri. Shteti duhet të mendojë. Por ne po abuzojmë me noterin. Janë ca veprime notariale që nuk duhet të kenë që noteri abuzon me verifikimin e pronës. Kupton? Tu abuzon noteri me prokurën. Noteri vetë që është garantor publik e falsifikon prokurën. Sa prokurat falsifikuara kemi bërë gjyqje për facilitetin e prokurës? Atëherë të them diçka tjetër. Që me prokurë të falsifikuar ti e di mirë që me prokurë të falsifikuar prona që kishin bashkë në Dibër, me prokurë të falsifikuar kishte kaluar nga noterja tek gjyqtari, tek gjithë një linjë barabartë konektrish dhe motorë letrish, dhe në fund përfundoi në një gjykim duke marrë pronën tjetër. Çka do të thotë që unë qoftë bëj një prokuror, unë si studio, dhe caktoj 2 apo 3 avokat, secili veç e veç, apo sipas nevojës që do japin autorizim brenda studios, përcaktoj tagra vetëm për gjyq dhe për thithjen e dokumentacionit dhe përfaqësimin e gjyq, jo për veprime të karakterit që të bëj ekzekutimin të tërheq dhe të likuidoj llogaritë bankare apo të bëj kontrata shitblerë. Kam në karakterin tim që mos mendoj kur që unë bëj këtë prokur për të shkuar dhe për të përfituar dhe për të pastruar ose për të tjetërsuar dhe trafikuar pronat e klientit apo të individit. Kjo gjë tjetër. Pra do të thotë që edhe prokurat kanë tagra që s'duhet t'i ketë noteri ka tagra që du t'i kemë unë mësë më ka besuar në ajë. Atëhera i gjënë sa shumë e rëndësishme, ta një gjëni se me nofta nuk e keni kuptu, pra përfunimisht, para noterit, bahet një dokument transfer parash apo diçka. Noterit nga momenti që e skanon dhe e dërgon, nuk ka punë më me te, a janë institucione tjera. Fiks pra këtu tani dole, ja këtu jemi dakord pra. Këtu po këtu e pranojmë për këto. Po më pranove më në fund pra. Dhe kjo. E pranove më në fund që është agjencia mjekërisë financiare që nuk funksionon. Po s'punë ka noteri me ata. Po e ka çuar noteri tek ato. Po jo po çuar mos do t'i bën çfarë doni. Po jo po ta ketë çuar tek agjencia mjekërisë policore. Nuk policore. del asgjë pa kod domosdoshmëri. Sot para noterit nuk del asgjë pa u kodifikuar. Po ç'lidhje ka kodi për ishte sistemit brendshëm ai kodi më që ke Jo, Mario, nuk ta jep. Sistemi NISA është sistemi brendshëm i noterit, më nuk Jo, Mario, të them diçka, pse nuk është liberalizuar shërbimi noterisë tek ne? Pse? Po sepse është një... Sepse shteti do të marrë paketën e kontrollit mbi noterët dhe ka shumë të drejtë. Në momenti që e liberalizon, do futën treg, do i seleksionoj tregu, do noterët që do bëjnë vepra penale do shkojnë në burg, ai që do mashtrojë do shkojnë në burg, ai që do mendoj bëhet i pasur me 10 veprime do e ndjekin edhe në arrestën ndërkombëtare. Bim dakord që ta liberalizojmë apo jo? Do të thotë që këtu faja është i shtetit. Që ta kuptojmë pra, a bim dakord që ta liberalizojmë apo jo? Bashkë. Unë, kus jam për liberalizimin e shërbimit noterit. Atërës ti jep për t'ina shtetit drejt nëse janë e sistem të rrep të centralizuar dhe nuk e liberalizon dhe janë e shtetit ke abuzime shtetërore me ndërmarrje shtetërore. Atëherë do të thotë, qoftë unë si shtet jam kokë prishur, mos prit mos e kur më fal për shprehjen, po u qelb koka, mos prit majt e gishtave. Po e ke paguar, po ti e ke Pra kjo tjetër gjë, nëse shkojmë ke një shtet, ore zotëri noter publik, nuk e kemi shpikur ne. E ka shpikur njërzimi që kur ka lind kodi civil të drejtat, kontratat, testamentet, detyrimet e gjitha me radhë. Dhe kjo do të thotë që unë jam. Shiko, avokati sot janë 20.000 që punojnë, më falë për shprehjen tani në Tiranë, nuk janë as 1.500, 2.000, në gjithë Shqipërinë janë 3.000. Kjo do të thotë që tjerat i kanë për stoli kartonat edhe profesionin e avokatit. Sepse nuk janë gjenjë të konkurrojnë në treg. Avokatia në Shqipëri shumë bukur dhe është shumë është dhe adoptuar mirë dhe funksionon me dhomën kombëtare të avokatisë, ka bordin e avokatëve janë gjitha. Pse nuk është kjo mënyrë administrimi dhe i noterisë që ta liberalizojmë si sistem, sepse nuk kemi më sistem komunizmo. Ore, nuk kemi sistem komunizmo. Jemi sistemi i drejtës demokratike. Nëse 10 noter kokë prishur dhe ja hap truri, do shesin edhe rognin dhe 15 kashin e rongesi për 24 orë, qaj verë. Ne mund të qëndrojmë edhe në pjesën e tretë më të në informacion, kështu që ftesa qëndron, po jam e sigur që edhe në pjesën e tretë ne nuk të t'japim të drejtim për që në një mëndje. Ishte një form, jam dakord dhe une pa tjetër që do që me shumë dakord që ta liberalizojmë dhe mund mos themi që ta mbaj shteti. Se jemi drejta për Për noteret jam kur për
sepse më duket sikur të diskriminova pak nga që kam folur më shumë dy avokatë të tjerë po me knajsi. Sepse për me fol po flas, për rëmuj s'kisha pse me... Jo, nuk u bërë muj, ju sqarua shumë mirë dhe ne e kuptuam dhe ta janë dy bashkë Dibran edhe luftojnë një Dibran të tretë. E fundit. Që sa shtu fare. Pyetja e fundit, mendon që noterët janë lënë në thonjza, qëllimi ishte një pjesë e tyre të abuzojnë me ligjin? Normal që janë lanë, për leqa thot Baftjari. Janë lanë sepse janë grade politikanëve. Këta ja u kanë dhënë me ligjë këtë Se nuk duhet ta fillojmë nga e para, po e doja këtë përgjigje nga Le shprehet. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studio. Do ta lija një ftesë të hapur për në vazhdim, po ne mbyllim sezonin këtë javë, po në shtator pa diskutim që jeni shumë të mirëpritur. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Shkojmë në reklama, kthehemi për të folur në pjesën e tretë.